Me ardhjen e demokracisë, erdhën edhe shfaqje të reja për vendin ton. Pjesë e tyre ishin kriminalutët që shisnin drogë, tipa ordiner të kohës që kryenin një aktivitet po aq ordiner, për atë kohë edhe për këtë që po jetojmë. Kaluan vitet e disa prej këtyre që mbijetuan ndërruan gradualisht petkun duke u kamufluar si biznesmen dhe me këtë titull të lartë vijuan aktivitetin, por pak më ndryshe. Filluan të grabisin prona, troje dhe pasuri të mbi enën tokës. Një rast tipik është ai i Alban Pezës, i cili nga një trafikant droge është kamufluar si biznesmen, ku përmes pazareve, mashtrimeve, intrigave dhe fijeve të korrupsionit ka marrë koncesione nafte, leje për kulla dhe favore të tjera që burojnë nga pushteti. Personazhe elit si Alban Peza janë ata që quhen vrasës të heshtur të një shoqërie, vishen bukur, luajnë flokët, hekurosin lëkurën e fytyrës dhe trupit me gjilpëra dhe marrin pjesë në jetën mondane të vendit, duke sfiduar dhe drejtësinë. Ky është modeli Alban Peza. Të miksosh krimin me politikën dhe biznesin, t'ja hedhësh drejtësisë e të bësh konfuz një milet të tërë. Ky është gangster a biznesmen, por po të analizosh personazhin Alban Peza zbulon të dhëna akoma më interesante. Ai sa nuk merr vesh nëse segmentet e shtetit, përfshirë ish-ministra dhe kryeministra, kanë pastruar paratë e Alban Pezës apo e anasjellta, por e sigurt është që në çdo rast bëhet fjalë për të ardhura me burime të dyshimta, të cilat, si në lavatriçe gjigande, vetëm pastrohen këtej dhe andej kufive. Alban Peza dhe Vilson Ahmeti, për shembull, ish kryeministri i vendit, themelojnë kompaninë Albanian Investment Construction në datë 26 tetor 2004, e nëpërmjet kësaj kompanie kanë investuar në projekte ndërtimi në vend dhe jashtë kufive. Redaksia e Priza Pikal bëri një vëzhgim të thelluar të dy personazheve dhe të dhënat janë interesante. Vilson Ahmeti është ish kryeministër i Shqipërisë, i cili ka qëndruar rreth një vit në detyrë, ndërkohë Alban Peza është një personazh i cili u bë biznesmen pasi shpëtoi një operacioni spektakolar të kryer nga forcat greke në Athinë pas trafikimit të 50 kg heroin. Pasi u rikthye në Shqipëri, Alban Peza nuk u ndal. Kontraband, dhunë, pengmarrje dhe burgu ishin aktivitetet e përditshme të biznesmenit, i cili në vitin 2004, vetëm 5 vite pasi i kishte shpëtuar policisë greke, themelon në Tiranë një kompani ndërtimi bashkë me ish kryeministrin e vendit. Bëmat e Alban Pezës nuk u ndalën me kaq. Pas ndërtimit, ku bilancet i rezultuan të suksesshme, i hodhi syt tek sektori naftës. Themeloi kompaninë Anio Oil and Gas, e nëpërmjet një ish-ministri të cilin arriti ta fusë në xhep, shtiu në dorë tokën më të madhe naftë nxjerrëse në zonën Ballsh Hekal, e për të përfituar koncesionin, ju desh të zhduknin një kompani amerikane e cila punonte në zbatim të kontratës me shtetin shqiptar. E përveç se mori një fushë naftëmbajtëse me manovra përmbarimore dhe kosto zero, Alban Peza i la një faturë plot 27 milion euro shtetit shqiptar të papaguar. Përveç se pengmarrës njerëzish, biznesmeni ndërtues Alban Peza u kthye edhe në naftëmbajtës dhe borxhlinda shtetit. Dhe me gjithë këtë CV të pasur, kriminale o biznesmene, nuk kishte si të mungonte politika. Ilir Meza pati deklaruar se planin për vrasjen e tij e mori vesh nga miku i tij Alban Peza. U thërritën një tuf me njerëz dhe u dënuan deputet dhe gangster për këtë histori, por Alban Peza si ka proll kërceu matan dhe as nuk u mori në pyetje. Ndonjë lidhje e tij me hetuesit e çështjes ishte ndoshta arsyeja, ku e gjen sigurin ky personazh që me këtë CV të pasur të flas me garanci për veten dhe të ndihet i paprekshëm. Mos ndoshta drejtësia e re ka pjesë të saj metastazat e lëshuara nga lidhjet familjare të Alban Pezës. Priza.al do vijoj të publikoj dosjen e plotë të një biznesmeni, i cili në vend që do të duhet ishte duke përgatitur letrat për të përballur me drejtësinë, përgatit letra se si do glabërojnë çdo ditë nga një copë vend nga jugu në veri.